Do më thonë, me këtë kablo konsumatori po e vjedh energjinë elektrike. Informacione tjera inteligjente tregonin se një biznes tjetër në zonën e Pejës po e kesh përdorur energjinë elektrike. Dyshimet janë se ka kesh përdorim të energjisë elektrike. Ekipi do verifikoj informacionet në minutat e parë të operacionit. Ajro, qëshje? Për kjetë që t'jem një ekipe e kontrolës, s'kena më një kontrol të rrymës. Pronari i këtij lokali kishte instaluar lidhje paralele të furnizimit me energji elektrike për disa pajisje. Përmes një kabloje ilegale e cila nuk kalonte përmes ormacit, pronari furnizonte me rrymë aparatin e kafes dhe pajisjet të tjera që paraqet vjedhje të rrymës. Tash këtu e kemi ndërprer energjinë elektrike edhe vazhdojmë me kontroll. Në këtë rast nuk do të më posë energji elektrike të shumë për këtë. Afro në ashtë? Atëherë përshome që këto është lidha direkte, përmes sigurisë kryesore furnizon dy shtekera, që kolegë po talë shaj, keq për rrymin apo vjerë rryma? Po. Përmes kësoj kablo tash po e furnizon aparatin e kafës edhe mullinin për blurjet kafës. Do me thonë këto dy pajisje janë jashtë njësorit, nuk po fatërohen. Do më thonë, me këtë kablo konsumatori po e vjedh energjinë elektrike. Lidhja ilegale urdhërohet të shkëputet. Tash procesi punës është kur të gjejmë keqpërdorimin, duhet me bu edhe eliminimin e tij që mos me lënë mundësi konsumatorit përsëri me bu këtë vepër. Sipas rregullit, KEC harton proces verbal dhe dokumenton secilin veprim me fotografi. Materialet me pas përdorur në procedurën gjyqësore që zhvillohet ndaj abuzuesve. Për vjedhjet e energjisë rreth 1000 kallëzime penale janë dorëzuar në prokuroriqe nga janari vitit 2025. Dënimi për vjedhje të rrymës mund të shkojë deri në 3 vite burgim.